Nata po zbriste ngadalë mbi botën, si një shall I butë prej kadifeje, që mbështillet me kujdes rreth çdo gjëje të gjallë. Qielli, dikur I ndezur me ngjyrat e fundit të perëndimit, tani kishte marrë një nuancë të thellë të kaltërt të errët, si uji I një liqeni të qetë në orët e para të mbrëmjes. Yjet filluan të shfaqen njëri pas tjetrit, të vegjël dhe të largët, si flakët e qirinjve të vendosur me kujdes nga dora e një artizani të padukshëm. Dhe, ndërkohë që bota e zhurmshme e ditës po shuhej ngadalë, filloi të ndihej diçka tjetër, diçka e butë, diçka e lagur, diçka që vinte nga larg, nga horizonti I errët mbi pyet. Ishte era. Ajo erdhi e para, si zakonisht, një erë e lehtë, pothuese e padukshme, që sillte me vete erën e tokës së lagur, të barit të njom dhe të pemëve të freskuara. Kjo erë nuk ishte nga ato të forta, që tundnin degët dhe bënin zhurmë në dritat e shtëpisë. Ishte e kundërta, ishte si frymëmarrja e natyrës, e qetë dhe e rregullt, e ngadalt dhe e thellë, si frymëmarrja e dikujt që sapo ka rënë në gjumë. Ajo lëvizi midis gjethet e pemëve të larta, duke I ngritur lehtë dhe duke I lënë pastaj të binin sërish në qetësi, sikur I mësonte ato ritmin e natës. Pastaj erdhi shiu. Fillimisht ishin vetëm disa pika, të rralla, pothuajse të hezituara, sikur qielli nuk ishte I sigurt nëse koha ishte e duhur. Njëra pik rambi një gjethe të gjerë të lisit dhe bëri një zë të vogël, si tingulli I një noti të vetëm të një instrumenti të largët. Pastaj një tjetër, mbi gurin e rrugicës, duke krijuar një njollë të errët mbi sipërfaqen e tij të grisur. Dhe pastaj edhe një tjetër, dhe edhe një tjetër, derisa tingujt e pikave filluan të bashkohen ngadalë, si muzikantët e një orkestre që zën vendet e tyre para se koncerti të fillojë. Brenda, pak minutash, shiu ishte I pranishëm plotësisht. Jo I furishëm, jo I trazuar, por I vazhdueshëm, I rregullt, I qetë. Çdo pikë kishte vendin e saj, çdo tingull kishte rolin e tij në këtë simfoni të madhe dhe të lashtë të natyrës. Pika pas pike, shi pas shiu, nata po mbushej me muzikën më të vjetër të botës, muzikën e ujit mbi tokë, mbi gjethe, mbi gur, mbi çatit e shtëpive të vogla që fshiheshin midis pyjeve. Në buzë të fshatit, ku rrugët e asfaltit bëheshin shtigje dheu, dhe ku dritat elektrike linin vendin e tyre ndal hënës dhe yllit të vetëm, ndodhi një shtëpi e vogël. Kishte muret e bardha, tani të errëta nën shiun e natës, dhe çatinë e kuqe, nën të cilën pikojnë ritmikisht pikat e shiut. Dritaret e saj ishin të ndezura me një dritë të verdhë dhe të ngrohtë, lloj driti që të kujton flakën e vatrës, edhe kur vatra është shumë larg. Brenda asaj drite të verdhë, bota e jashtme me shiun e saj dhe natën e saj të thellë, dukej si një tablo I bukur I varur pas gjami, I pranishëm, I dukshëm, por I pamundur të lag. Personi I shtrirë mbi shtrat e ndjente të gjithë këtë me trupën e tij. Nuk kishte nevojë të dilte jashtë, nuk ishte nevojë të shikonte, trupi e dinte. Trupi ndjente peshën e natës, lagështinë e ajrit që hynte në përdritaren e qelur pak,
erën e tokës dhe të barit dhe të shiut që i mbushte mushkërit me çdo frymarrje. Dhe çdo frymarrje ishte si një dhuratë, e thellë, e plot, e pafund. Shtrati ishte i ngrohtë. Kjo ishte gjoja e parë dhe e fundit që ndihej me të vërtetë, ngrohtësia. Një ngrohtësi që nuk vinte nga jashtë, por nga thellësia e organit, nga shtresat e buta të pëlhorave, nga trupi vet që kishte ngrohur gjithë hapësirën rreth vetes gjatë orëve të fundit. Dhe çdo frymarrje ishte si një dhuratë, e thellë, e plot, e pafund. Shtrati ishte i ngrohtë. Kjo ishte gjoja e parë dhe e fundit që ndihej me të vërtetë, ngrohtësia. Një ngrohtësi që nuk vinte nga jashtë, por nga thellësia e organit, nga shtresat e buta të pëlhurave, nga trupi vet që kishte ngrohur gjithë hapësirën rreth vetes gjatë orëve të fundit. Dhe çdo frymarrje ishte si një dhuratë, e thellë, e plot, e pafund. Shtrati ishte i ngrohtë. Kjo ishte gjoja e parë dhe e fundit që ndihej me të vërtetë, ngrohtësia. Një ngrohtësi që nuk vinte nga jashtë, por nga thellësia e organit, nga shtresat e buta të pëlhurave, nga trupi vet që kishte ngrohur gjithë hapësirën rreth vetes gjatë orëve të fundit. Ishte lloji i ngrohtësisë që të bën të ndjehesh si fëmijë sërish, i mbrojtur, i sigurt, i dashur. Jorgani rënd mbulonte trup deri te mjekra. Ishte ai lloj jorgani i vjetër, i bër me duart e nënës apo gjyshes, me pambuk të dendur që ka thithur me vite era e shtëpisë, era e dimrit dhe e pranverës, dhe e të gjitha stinëve që kanë kaluar nëpër atë dhëm. Nën të, trupi ndjente se nuk kishte asgjë që duhej të bënte, asnjë lëvizje nuk ishte e nevojshme, asnjë mendim nuk kërkonte veprim. Çdo gjymtyr kishte gjetur vendin e saj të natyrshëm, si gurët e lumit që vendosen nga uji derisa gjejnë pozicionin ku nuk zhvendosen më. Krahët ishin shtrirë lehtë anash, gishtërintët ishin çlodhur dhe të shpëndar mbi çarçafin e freskët. Nuk kishte tension në asnjë shuplak, nuk kishte muskull të ngritur ose të shtrënguar. Asnjë mendim nuk kërkonte veprim. Çdo gjymtyr kishte gjetur vendin e saj të natyrshëm, si gurët e lumit që vendosen nga uji derisa gjejnë pozicionin ku nuk zhvendosen më. Krahët ishin shtrirë lehtë anash. Gishtërintët ishin çlodhur dhe të shpëndar mbi çarçafin e freskët. Nuk kishte tension në asnjë shuplak, nuk kishte muskull të ngritur ose të shtrënguar. Disa herë gjatë ditës, njerëzit nuk e kuptojnë sa shumë tension mbajnë në duar, sa shumë shtrëngojnë pa nevojë, sa shumë mbajnë pa qëllim. Por tani, në këtë natë me shi, duart kishin harruar çdo gjë. Ishin të rënda, të buta, si toka e lagur që thith shiun. Këmbët ishin shtrirë drejt, çorapet e leshta mbanin ngrohtësinë e gishtave. Muskujt e këmbëve, që gjatë ditës kishin ecur dhe vrapuar dhe qëndruar në këmbë, tani ishin bërë të lëngshëm, sikur graviteti i kishte tërhequr të gjithë lodhjen poshtë dhe ajo kishte rrjedhur diku nën shtrat, larg dhe haruar. Prapa gjurit, ku zakonisht mblidhet lodhja dhe ngurtësia, tani kishte vetëm butësi. Çdo nyje kishte çliruar veten ngadalë, si nyjet e litarit të lagur. Shpatullat kishin rënë mbi jastëk me peshën e tyre natyrale. Muskujt e qafës, që gjatë gjithë ditës mbajnë kokën lartë dhe drejt, kishin lëshuar edhe ata.
Disa herë gjatë ditës, njerëzit nuk e kuptojnë sa shumë tension mbajnë në duar, sa shumë shtrëngojnë pa nevojë, sa shumë mbajnë pa qëllim. Por tani, në këtë natë me shi, duart kishin harruar çdo gjë. Ishin të randa, të buta, si toka e lagur që thith shiun. Këmbët ishin shtrirë drejt, çorapet e leshta mbanin ngrohtësinë e gishtave. Muskujt e këmbëve, që gjatë ditës kishin ecur dhe vrapuar dhe qëndruar në këmbë, tani ishin bërë të lëngshëm, sikur graviteti i kishte tërhequr të gjithë lodhjen poshtë dhe ajo kishte rrjedhur diku nën shtrat, larg dhe harruar. Prapa gjurit, ku zakonisht mblidhet lodhja dhe ngurtësia, tani kishte vetëm butësi. Çdo nyje kishte çliruar veten ngadalë si nyjet e litarit të lagur. Shpatullat kishin rënë mbi jastëk me peshën e tyre natyrale. Muskujt e qafës, që gjatë gjithë ditës mbajnë kokën lart dhe drejt, kishin lëshuar edhe ata. Disa herë gjatë ditës, njerëzit nuk e kuptojnë sa shumë tension mbajnë në duar, sa shumë shtrëngojnë pa nevojë, sa shumë mbajnë pa qëllim. Por tani, në këtë natë me shi, duart kishin harruar çdo gjë. Ishin të rënda, të buta, si toka e lagur që thith shiun. Këmbët ishin shtrirë drejt, çorapet e leshta mbanin ngrohtësinë e gishtave. Muskujt e këmbëve, që gjatë ditës kishin ecur dhe vrapuar dhe qëndruar në këmbë, tani ishin bërë të lëngshëm, sikur graviteti i kishte tërhequr të gjithë lodhjen poshtë dhe ajo kishte rrjedhur diku nën shtrat, larg dhe harruar. Prapa gjurit, ku zakonisht mblidhet lodhja dhe ngurtësia, tani kishte vetëm butësi. Çdo nyje kishte çliruar veten ngadalë si nyjet e litarit të lagur. Shpatullat kishin rënë mbi jastëk me peshën e tyre natyrale. Muskujt e qafës, që gjatë gjithë ditës mbajnë kokën lart dhe drejt, kishin lëshuar edhe ata. Dhe atmosferë shëtësante tjetë, por jo me rëndesë stresante, por me rëndesë të qetë. Lloji i rëndesës që të tërheq ngadalë drejt gjumit, si uji i qetë që tërheq gurin e rumbullakët drejt fundit të lumit. Dhe shiu vazhdonte. Tingulli i tij mbi çatin ishte i pandërprerë dhe i ritmit, si muzikë e bërë nga natyra vet, pa nota gabim, pa pauza të papritura. Ishte si klithma e qetë e qielltokës, biseda e tyre e lashtë dhe e heshtur, e cila nuk kishte nevojë për fjalë. Pikja e shiut mbi çatinë e shtëpisë bënte një tingull si rrahja e dorës së butë mbi sipërfaqen e daulles, të thellë, të vazhdueshëm, të sigurt. Tingull pas tingulli, derisa fillonte të dukej jo si tinguj të shumt, por si një e tërë, si zëri i vet natës. Në përdritaren e çelur pak, hynte era e natës, e freskët dhe e lagur. Kjo erë nuk ishte e ftohtë, ishte vetëm e freskët, lloji i freskisë që ngjall jetë, që të bën të ndihesh gjallë dhe të ndritur brenda butësisë. Ajri i brendshëm i dhomës kishte ngrohje nga trupi dhe nga shtrati dhe nga qetësia vet. Dhe ky ajri i brendshëm takohej me ajrin e jashtëm të natës dhe krijonin një ekuilibër të përsosur, jo shumë grotë, jo shumë ftohtë, por pikërisht ashtu si duhet të jetë. Qerpiku i syrit u rëndua pak. Ishte shenja e parë, e butë, pothuajse e padukshme, e gjumit që fillonte të afrohej. Nuk ishte urgjente, nuk kërkonte asgjë. Ishte thjesht një shenjë, si hapi i parë i dikujt që ecën ngadalë drejt vendit ku do të ulet.
pak larg shtëpisë, ndoshta aq sa mund të arihej me 20 hapa të ngadalt nëpër barin e lagur, fillonte pylli. Ishte një pyll i vjetër, lloji i pyllit që ka qenë gjithmonë atje, që ka rënj, aq të thella sa askush nuk di ku mbarojnë, që ka parë breza njerëzish duke jetuar e duke kaluar, dhe ka mbetur i palëkundur, i qetë, i madh. Tani, nën shiun e natës, pylli kishte marrë një karakter tjetër. Nuk ishte më pylli i ditës, plot me dritë dhe hije dhe zërin e zogjve. Ishte pylli i natës, i errët, i freskët, i lagur, i mbushur me erën e tokës dhe të myshkut dhe të lëvores së lagur. Çdo pemë kishte bërë guaskën e saj të vogël të ujit, me gjethet e larta, duke mbledhur pikat e shiut dhe duke i drejtuar poshtë, deg pas dege, derisa gocat e ujit të binin mbi rrënjët e trasha dhe të butë poshtë tyre. Shiu në pyll kishte tingull tjetër nga shiu mbi çatin. Mbi çatin ishte i mpreht dhe i qartë, i drejt për drejt. Në pyll ishte i filtruar. Ai kalonte nëpër shtresat e gjethjeve dhe degëve dhe çdo herë që kalonte, fillonte i humbiste pakës mprehtësinë e tij dhe fitonte butësi. Tingulli i fundit, kur uji arrinte në tokë, ishte pothuajse i zbutur plotësisht, si shushurima e butë e ujit mbi myk, si frymëmarrja e tokës vet, ndërsa thith çdo pikë me kujdes dhe mirënjohje. Midis pemëve, harrimi kishte bërë vendin e tij. Kafshët e vogla të pyllit ishin fshehur nën rëngjë dhe nën gurët dhe nën gjethet e rëna, jo nga frika, por nga rehatia. Çdo brejtës i vogël, çdo zog që flinte, i mbledhur mbi degën e tij të sigurt, çdo insekt i fshehur nën lëvoren e vjetër, të gjithë kishin gjetur ngrohtësinë e tyre dhe nuk kishin nevojë për asgjë tjetër. Jeta ishte e thjeshtë kur nata kishte ardhur. Gjej ngrohtësinë, qëndro të qetë, lejo kohën të kaloj. Dhe nëpërmes pemëve, nëpër hapësirat midis degëve të larta, hëna bënte punën e saj të heshtur. Nuk ishte hëna e plot, ishte gjysmë hëna, e veshur lehtë me mjegull të hollë të krijuar nga lagështia e shiut. Por drita e saj ishte e mjaftueshme për të ndriçuar majat e pemëve me një shkëlqim të argjend, për të bërë pikat e shiut mbi gjethe të vezullonin si diamante të vogla, të çastit, për t'i dhënë pyllit atë pamje ëndërrore që vetëm nata dhe lagështia mund ta krijojnë. Rrugica e ngushtë që çonte nga shtëpia drejt pyllit ishte e mbuluar me gjethe të rëna. Tani, nën shi, gjethet kishin marrë ngjyrë të errët dhe erë të freskët dhe shikonin si tapete natyrale mbi dheu i butë. Nëse dikush do të ecte atje, por askush nuk ecte, natyrisht jo në këtë orë të natës, do të ndjente nën këmbë shtrëngimin e butë të tokës, qetësinë e gjetheve të lagura dhe çdo hap do të bëhej i heshtur dhe i qetë, i ngarkuar me erën e pyllit. Rrjedha e vogël e ujit, e cila gjatë dimrit bëhej pothuajse lum i vogël, tani rrëmbente ngagal nëpër anën e rrugicës. Shiu e kishte ushqyer dhe ajo tani buronte me pak më shumë energji, por pa asnjë urgjen. Ujin e saj e nxirrte ngadalë, duke kaluar midis gurëve të vegjël me një tingull të butë dhe të vazhdueshëm. Gurët nën të ishin të lëmuar,
të rrumbullakohur nga vite e vite rrokullisje dhe fërkimi. Tani ishin gri jeshil në dritën e dobët, të mbuluar lehtë me myshk të gjelbër. Ai myshk, myshku. Nëse do të ishe atje, do të kishe dëshirë të shtriheshe mbi të. Ishte si sfungjeri gjelbër, i butë dhe i lagur, i mbushur me ujë shiu dhe me erën e pyllit të vjetër. Nën myshkun, toka ishte e ngrohtë, me ngrohtësinë e akumuluar të stinëve, ngrohtësinë që asnjë shi nuk mund ta largojë, sepse ajo banon shumë thellë. Mbi myshkun, bota ishte e freskët dhe e lagur dhe e ndritshme me dritën e hënës. Dhe midis këtyre gjyqendjeve, ngrohtësia e poshtme dhe friskëria e sipërme ishte lloji i rehatisë që mund ta gjesh vetëm në natyrë. Shiu bënte zëra. Kjo ishte gjëja e parë dhe e rëndësishme për të kuptuar. Shiu nuk ishte heshtje, ishte muzikë. Por jo muzika që kërkon vëmendje, jo muzika që të bën të dëshirosh të kërcesh, ose të këndosh, ose të bësh diçka. Ishte muzika që të bën të ndenjsh i palëvizur, të mbyllësh syt, të lësh mendjen të lundroj. Mbi çatin, pikat e shiut kishin ritmin e tyre. Ishte ritëm i shpejtë dhe i dendur. I vazhdueshëm si frymëmarrja, i parashikueshëm si zemra. Ky tingull mbushte dhomën plotësisht, nga këndi në kënd, nga dyshemeja deri te tavani. Ishte tingull që të rrethonte, që të mbështoste, që të bënte të ndjeheshe i mbrojtur. Në përdritaren e çelur pak, mund të dëgjoheshin tingujt e tjerë gjithashtu. Uji i grumbulluar mbi kanalizimin e çatis, kur binte poshtë mbi gurët e oborrit, bënte një tingull tjetër, më të lartë, më të qartë, si tingulli i ujit kur hidhet nga lartësia. Pastaj, zëri i tij mbulohej sërish nga shushurima e madhe e shiut të vazhdueshëm. Gjethet e trëndafilit pranë dritares lëkundeshin lehtë nën pikat e shiut, dhe kur era kalonte, bënin tingullin e tyre të veçantë, një fërfërim të butë dhe të shkurtër si rrotullimi i faqeve të librit. Ky tingull vinte dhe shkonte, i lidhur me erën e cila nuk kishte program, nuk kishte urgjencë. Nëse mbyllje syt dhe vetëm dëgjoje, pa menduar, pa analizuar, vetëm duke lejuar tingujt të hynë dhe të kalojnë nëpër ty si uji nëpër gurin e lëmuar, do të kuptoje diçka. Do të kuptoje se bota jashtë nuk ishte e frikshme, nata nuk ishte e rrezikshme, shiu nuk ishte i ftohtë e i keq, ishte thjesht ujë i pastër nga qielli, i cili lante çdo gjë, i cili bënte gjithçka më të freskët, më të qetë, më të pastër. Dhe ndërkohë që tingujt e shiut mbushnin ndërgjegjen ngadalë, mendjet fillonin të rëndoheshin. Mendjet e ditës, listat e punëve, brishtërit e mërdhënieve, pyetjet e pathëna, shqetësimet e vogla dhe të mëdha, fillonin të zbehnin si ngjyrat e një fotografie të vjetër të ekspozuar ndaj diellit. Jo me forcë, jo me vendosmëri, thjesht ngadalë, natyrshëm, si mjegulla që ngrihet nga liçeni në mëngjesin e hershëm. Mendja është gjë e çuditshme. Gjatë ditës është si kali i egër, me energji të pafundme, me drejtim të papritur, me forca që burojnë nga brenda.
por natën, kur bota jashtë zbutet dhe qetësohet, edhe mendja fillon të ndjek të njëjtin ritem, si kali i egër që sapo e ka gjetur ujin e qetë të lumit dhe qëndron duke pirë ngadalë pa lëvizur, me krahët e hapura dhe me kokën ulur. Shiu vazhdonte me besnikërinë e vet, me ritmin e vet, pa ndryshuar, pa u ndalur. Ishte si zemra e natës vet, e qetë, e fortë, e pranishme. Dritarja kishte xhamin e errët dhe të lagur. Pikat e shiut zbristen mbi të duke lënë gjurmë të hollë, si vija të vizatuara me laps të lagur mbi letër. Çdo pik fillonte të zbriste ngadalë nga maja e xhamit drejt poshtë. Pastaj takonte një pik tjetër rrugës dhe bashkoheshin duke formuar pik më të madhe, e cila zbriste pak më shpejt, pastaj edhe ajo takonte të tjera, derisa fundi i xhamit mblidhte ujin e tyre të gjithë. Nëse shikoje jashtë nëpër atë xham të lagur, bota dukej e ndryshme. Çdo dritë, nëse kishte ndonjë dritë të largët, ndonjë dritare tjetër shtëpie apo feneri rrugës, dukej shpërndar, e shumëzuar, sikur secila pik uji mbi xham e kthenin dritën në dritëza të vogla. Bota jashtë ishte bërë bota e ëndrrës, e pacakët, e bukur, e vendosur midis realitetit dhe imagjinatës. Mbi xham, ndonjëherë, era lëkundte degën e pemës së afërt. Dega ishte e hollë dhe kishte gjethe të mëdha, dhe kur frinte era, gjethet prekeshin lehtë mbi sipërfaqen e jashtme të xhamit dhe bënin një tingull shumë të butë, si gishtërinë të kalur ngadalë mbi sipërfaqen e sandukut të drurit. Tingull shumë i dobët, pothuajse i imagjinuar, por i pranishëm. Ky tingull, i kombinuar me shushurima e shiut dhe me ngrohtësinë e dhomës dhe me rëndesën e jorganit, krijonte një gjendje të veçantë. Nuk ishte gjendje gjumi, jo ende. Ishte gjendje midis, ajo hapësirë e çuditshme dhe e bukur mes zgjimit dhe gjumit, ku ndërgjegjja ekziston, por nuk kontrollon, ku mendimet vijnë, por nuk mbeten, ku trupi ndjen, por nuk vepron. Ky tingull, i kombinuar me shushurima e shiut dhe me ngrohtësinë e dhomës dhe me rëndesën e jorganit, krijonte një gjendje të veçantë. Nuk ishte gjendje gjumi, jo ende. Ishte gjendje midis, ajo hapësirë e çuditshme dhe e bukur mes zgjimit dhe gjumit, ku ndërgjegjja ekziston, por nuk kontrollon, ku mendimet vijnë, por nuk mbeten, ku trupi ndjen, por nuk vepron. Fshati i vogël, i shpërndar midis fushave dhe pyllit, kishte marrë qetësinë e natës me të plotë. Dritaret e shtëpive kishin shuar njëra pas tjetrës, derisa vetëm disa të pakta mbeteshin të ndezura, ato të njerëzve të cilët do të flisnin edhe pak para gjumit, ose të fëmijëve që lexonin me fener në një organ. Por edhe ato do të shuheshin brenda pak kohësh. Gjumi po vinte për të gjithë. Toka jashtë ishte e ngoptur me ujë. Shiu kishte qenë i vazhdueshëm dhe toka kishte thithur çdo pikë me kujdes, si trupi i lodhur i cili thith gjumin. Por tani, toka kishte arritur pikën e saj të ngopjes, ajo nuk mund të thithte më, dhe uji i mbi saj filloi të formonte shtresat e holla mbi sipërfaqen e barit dhe tokës. Bari kishte bërë krahut e tij. Çdo bisht i holl i barit ishte i ngarkuar me pika uji dhe ishte ulur pak
si njeriu I lodhur që lë supet të bien. Por edhe ato do të shuheshin brenda pak kohësh, gjumi po vinte për të gjithë. Toka jashtë ishte e ngoptur me ujë. Shiu kishte qenë I vazhdueshëm dhe toka kishte thithur çdo pikë me kujdes, si trupi I lodhur I cili thith gjumin. Por tani, toka kishte arritur pikën e saj të ngopjes. Ajo nuk mund të thithte më, dhe uji I mbi saj filloi të formonte shtresat e holla mbi sipërfaqen e barit dhe tokës. Bari kishte bërë krahut e tij. Çdo bisht I holl I barit ishte I ngarkuar me pika uji dhe ishte ulur pak si njeriu I lodhur që lë supet të bien. Dhe pika e ujit mbi maja të barërit shkëlqente kur drita e hënës e kapte, e vogël si guri I çmuar, e rrumbullakët si bota vet. Dhe pastaj era vinte dhe e largonte, dhe ajo ra mbi tokë dhe u bë pjesë e tokës sërisht. Krimbi I tokës, I nxjerr nga shiu, lëvizte ngadalë nëpër tokë të lagur. Kjo ishte jeta e tij, ky moment, shiu dhe toka e butë dhe lëvizja e ngadalt pa qëllim të veçantë. Vetëm të jetoje dhe të lëvizësh dhe të hash dhe të jesh. Krimbi nuk dinte për gjumë siç e dinin njerëzit, ai thjesht ishte çdo moment. Dhe kjo ishte mençuria e tij. Nën tokë, rrënjët e pemëve ishin të zgjuara. Kjo ishte koha e tyre, koha e shiut, koha kur toka dhuron ujin me bujarinë e saj të plot. Rrënjët e holla dhe të degëzuara kishin shtrirë shtigjet e tyre të padukshme midis grimcave të dheut, duke ndjekur ujin kudo që shkonte, duke udhëhequr ngadalë drejt thellësive ku pemët ruajnë furnizimet e tyre. Rrënjët e holla dhe të degëzuara kishin shtrirë shtigjet e tyre të padukshme midis grimcave të dheut, duke ndjekur ujin kudo që shkonte, duke udhëhequr ngadalë drejt thellësive ku pemët ruajnë furnizimet e tyre. Dhe atmosfera, shite sue, nuk flisnin, nuk lëvizin, por brenda tyre, ky lëvizje e heshtur e ujit ishte jeta. Gjethja e rënë mbi tokë kishte thithur shiun, dhe tani kishte plasticitetin e saj, e butë, e shtuar, e gatshme të kthehej sërish në dhe, brenda dimrit dhe pranverës. Kjo ishte cikli, gjethe në pemë, gjethe mbi tokë, gjethe në dhe në rrënjë, rrënjë në pemë, pemë me gjethe. Asgjë nuk humbiste, asgjë nuk shkatërohej, gjithçka transformohej, ngadalë dhe me kujdes, dhe me elegancën e madhe të natyrës. Ky cikël, kur mendoje për të, kishte diçka profundisht qetësuese. Nuk kishte fund të vërtet, kishte vetëm transformim. Gjethe të renin, por nga rrënjë dilnin gjethe të reja. Shiu binte, por nga shiu rriteshin pemët. Nata vinte, por nga nata dilte mëngjesi. Dhe gjumi vinte, por nga gjumi dilte zgjimi, I freskët, I ri, I mbushur me energjinë e ditës. Sipërfaqja e tij, zakonisht sipas qyr, e qetë dhe ndritshme, kur era nuk e prekte. Tani ishte mbuluar me mia dhe mia ruaza të vogla uji. Secila pikë shiu që binte mbi ujin e liçenit krijonte rrethet e veta. Unazat e tyre të zgjeruese dhe plotësuese. Ishin kaq shumë ruaza njëkohësisht sa I gjithë sipërfaqja e liçenit dukej si qelq I grisur, e fyeshme, e bukur, e kahershme.
Hëna, kur re dhe e linin, shihej e pasqyruar në ujin e turbulluar të liçenit. Ajo nuk ishte pasqyre qartë si zakonisht. Tani ishte e shpërndar, e shumëzuar, e shpërbër nga pikat e shiut në 100 shkëlqime të vogla argjend. Hëna e liçenit kishte bërë familjen e vet, shumë hëna të vogla, çdo njëra e kalimtare dhe e brisht, çdo njëra e bukur, pikërisht sepse nuk do të zgjaste. Brigjet e liçenit ishin të mbuluar me kallam të lartë. Kallamët nën shi kishin lëkundue lehtë nga ana në anë dhe gjethet e tyre të gjata bënin tingullin e tyre. Shh, shh, si zëri i dikujt që të bën me shenjë të heshtësh, të qetësohesh, të dëgjosh. Ky tingull i kallamëve miksohej me tingullin e shiut mbi ujin e liçenit, me tingullin e shiut mbi pemët e afërta dhe krijonte një simfoni trestresore të ujit dhe ajrit dhe natës. Në anën tjetër të liçenit, ku brigjet ishin të larta dhe guri ishte i ekspozuar, uji i shiut rrithte në përçarjet e gurëve, duke bërë rrjete të vogla dhe korsie të holla të dukshme. Ky ujë ishte i pastër, kaq i pastër sa do të doje ta pije direkt, pa të bërë asgjë. Ishte ujë shiu, ujë qielli, ujë nga lart. Tani, imagjino që je atje, ulur mbi gurin e madh pranë bregut të liçenit, nën pemën e vjetër gështenja, e cila mbulon me degët e saj gjysmën e bregut. Degët e gështenjës mbledhin shumë pikë shiu para se t'i lejojnë të kalojnë. Kështu, nën të je pothuajse i mbrojtur. Vetëm pikat më të mëdha, të mbledhura nga shumë gjethe, binë ndonjëherë mbi supet e tua me tingullin e tyre të rëndë dhe të butë. Ujin e liçenit e dëgjon, kallamët i dëgjon, shiun mbi ujin e dëgjon. Ajrin e ndjen mbi fytyrë, të freskët, të lagur, të ndriçuar me erën e ujit dhe pyllit. Do të dëshiroje të mos lëvizi shkur, do të dëshiroje të mbeteshe atje deri të zbardh dita, duke dëgjuar shiun dhe ujin dhe natën. Do të dëshiroje të bëheshe pjesë e atij peizazhi, si guri, si kallami, si pemë, si liçeni vet. Por je i ngroft nën jorgan, je i rehatshëm mbi shtrat, dhe ky imagjinim i liçenit, ky udhëtim mendor nëpër natën e lagur, vjen me ty edhe në një organ. Ti mund të ndjesh freskinë e ajrit të liçenit edhe pa qenë atje. Ti mund të dëgjosh kallamët duke lëkundur edhe nën çatinë e shtëpisë sate. Kjo është fuqia e mendjes kur relaksohet. Kur lere të ecë lirisht, ajo shkon në vendet e qeta, gjithmonë. Ajo di ku është paqja. Pylli frymarte. Kjo nuk ishte metafor, ishte realitet fiziologjik. Pemët, me gjethet e tyre të lagura dhe pore të hapura nga shiu, lëshonin oksigjen të freskët dhe thithnin dioksid karboni. Dhe ky shkëmbim ishte si frymarrja e organizmit të gjallë, i madh dhe i lashtë. Nata dhe shiu e intensifikonin këtë proces. Ajri rreth pyllit ishte i mbushur me oksigjen, me vajra të lëshuara nga lëvorja dhe gjethet, me erën e tokës së lagur dhe të myshkut të vjetër. Pylli frymarte. Kjo nuk ishte metafor, ishte realitet fiziologjik.
Pemët, me gjethet e tyre të lagura dhe pore të hapura nga shiu, lëshonin oksigjen të freskët dhe thithnin dioksid karboni. Dhe ky shkëmbim ishte si frymarrja e organizmit të gjallë, i madh dhe i lashtë. Nata dhe shiu e intensifikonin këtë proces. Ajri rreth pyllit ishte i mbushur me oksigjen, me vajra të lëshuara nga lëvorja dhe gjethet, me erën e tokës së lagur dhe të myshkut të vjetër. Kjo erë kishte emër. Shkencëtarët e quajnë petriçor, por emri nuk kishte rëndësi. Ajo që kishte rëndësi ishte se si ndihej kur e thithje thellë. Ishte si të pije ujë kur je i etur, i menjëhershëm, i kënaqshëm, i nevojshëm. Mushkërit hapeshin me të, trupi relaksohej, mendja zbutej. Ishte erë e lashtë, e njohur nga thellësia e nëndërgjegjës, erë që njeriu e ka njohur prej mijëra vitesh të jetës në natyrë. Pemët e larta të pyllit, lisët me trungun e trash dhe lëvoren e grisur, ahit me lartësinë e tyre të hishme dhe gjethet e vogla të gjelbra, bredhët me degët e tyre horizontale, mbi të cilat uji mblidhej dhe rrithte, të gjithë kishin historinë e tyre. Çdo pemë kishte jetën e saj, kishte gjërat e saj, vjetët e hirit dhe vjetët e bollëkut, verën dhe dimbrin, shtegun e një krimbi ngulur thellë në lëvore, folen e trumçakove mbi degën e tret majtas, shenjën e goditjes së rrufes nga moti që kishte shëruar me kohë. Dhe atmosferë, shofit tani, gjatë kësaj nate me shi, të gjitha këto histori flisnin, ishin heshtje. Dhe ajo heshtje ishte muzikë. Brenda shtëpisë kishte tingujt e saj. Kishte tingullin e orës, jo të asaj digjitale, por të orës së vjetër me pend, e cila bënte tik-tak me ritmin e vet të qetë dhe të palëkundur. Tik-tak, tik-tak, si zemra e shtëpisë vet, si prania e heshtur dhe besnike e çdo nate. Kishte tingullin e fërfërimës së lehtë të ajrit në përdritaren e çelur pak. Ajri kalonte në përhapjen e ngushtë dhe bënte shushurima e tij shumë të butë, pothuajse të imagjinuar. Ky tingull ishte i lartë pak, si fishkëllima shumë e dobët e erës në lartësinë e malit, por jo i bezdisshëm, jo i mprehtë. Ishte tingull i pranishëm dhe qetësues, si kujtesa që bota jashtë ekzistonte dhe ishte e sigurt. Kishte tingullin e shtëpisë vet, ato zërat e vegjël dhe të mistershëm që çdo shtëpi i bën natën. Dryri i dyshemes ndonjëherë bënte krisma të vogla, ndërsa ftohet nga nxehtësia e ditës. Muri jashtë ndonjëherë tingëllonte lehtë nga goditja e pikave të shiut. Tubi i ujit ndonjëherë gjëmonte me tingullin e ujit që rrëmbente në për. Të gjitha këto ishin tingujt e shtëpisë, zërat e strukturës së saj, provë se ishte e gjallë dhe e pranishme dhe e sigurt. Macja, nëse kishte macja, do të ishte vendosur në cep të shtratit, e mbledhur në topin e saj të butë dhe të ngrohtë, me bishtin të mbështjell rreth këmbëve. Frymëmarrja e saj do të ishte e thellë dhe e rregullt, me ndonjë dridhje të lehtë të vibrimit kur pushonte thellë. Macja e kishte gjetur paqen e saj orë më parë. Ajo nuk priste, nuk mendonte, nuk planifikonte. Ajo thjesht ishte, e ngrohtë dhe rehatshme, model i përsosur i gjumit të thellë. Drita e vogël e shtëpisë. Vetëm ajo e vogël pranë shtratit, me abagjurin e verdh,
Derdhte dritë të ngrohtë dhe të errët mbi qofshet e dhomës. Nuk ishte shumë dritë, thjesht mjaft sa të mos ishte teri plot, mjaft sa të ndjeheshe i orientuar dhe i sigurt. Dhe nga gal, edhe ajo dritë do të shuhej. Dorë do të shtrihej nga dal drejt butonit dhe do të shtypte me gisht të rënd. Dhe dhoma do të mbushej me errësirën e butë të natës. Errësira nuk ishte e plot, asnjëherë nuk ishte e plot nën hënë dhe shi. Hëna, edhe kur fshihej pas res, dërgonte dritën e saj në pareve si dritë e filtruar, si dritë nën ujë, të zbutur, të shpërndar, të pranishme pa qenë shumë. Kjo dritë hynte në përdritaren dhe shtrihej mbi dysheme si shall i gjatë argjentar, duke ndryshuar formë lehtë sa herë që era lëkund të re dhe ndryshonte këndin e dritës. Në errësirën e dhomës, gjithçka kishte marrë hijen e saj natyrale. Koltuku pranë dritares ishte siluete e errët dhe e butë. Librat mbi raftin ishin rreshtat e tyre të ngushtë dhe të rregullt, si ushtarët e fjetur. Tavani kishte refleksin e largët të dritës së hënës, jo dritë, por kujtim drite, hije e zbardhur e mundshme, vetëm kur sytë kishin zakonin e errësirës. Sytë fillonin të adaptohen. Kur errësira vinte ngadalë, si tani, jo befas, por gradualisht, ndërkohë që drita e jashtme sillte ndryshim minimal, syt kishin kohë të zgjoheshin ndaj saj, të gjenin detajet e fshehura brenda saj. Dhe në atë gjendjet e errësirës, syt fillonin të shihin gjëra të ndryshe, jo me saktësinë e ditës, por me poezinë e natës. Çdo gjë bëhej pak më e paplot, pak më e ndërrimit, pak më e lirë nga detajet e vëmendjes. Dhe në atë gjendjet e errësirës, syt fillonin të shihin gjëra të ndryshe, jo me saktësinë e ditës, por me poezinë e natës. Çdo gjë bëhej pak më e paplot, pak më e ndërrimit, pak më e lirë nga detajet e vëmendjes. Dhe kjo liri nga detajet ishte e bukur. Gjatë ditës, syt kapnin çdo gjë, çdo grimc pluhuri, çdo palosje e jorganit, çdo njoll e vogël mbi mur. Nata, me errësirën e saj të butë, largonte të gjitha ato detaje të vegjël dhe linte vetëm thelbin, forma e madhe, ngjyra e errët, ngroftësia, prania. Bota bëhej e thjeshtë dhe thjeshtësia ishte prehja e mendjes. Mendja ishte si deti. Kjo ishte krahasimi më i saktë. Gjatë ditës, deti i mendjes kishte dallgët e tij, disa të larta dhe të furishme, disa të vogla dhe të vazhdueshme, disa krejtësisht të papritura. Nuk kishte rregull të qartë, nuk kishte ritëm të qëndrueshëm. Çdo dallg kishte emrin e vet. Kjo dallg ishte preokupimi për punën. Kjo dallg ishte biseda e papërfunduar. Kjo dallg ishte lista e gjërave që duheshin bërë. Kjo dallg ishte kujtimi i papritur nga e kaluara. Dhe atmosferë shëngajne, nën shi, deti i mendjes po qetësohej. Dallgët po zvogëloheshin, jo sepse dikush i kishte ndalur me forcë, por sepse nata dhe qetësia dhe shiu dhe ngrohtësia kishin ndryshuar kushtet. Dhe kur kushtet ndryshojnë, natyrisht edhe dallgët ndryshojnë. Mendimi i parë që vinte tani ishte i lehtë, vinte si flutur, nuk ulet shumë, nuk qëndron shumë. Vinte, rrotullohej pak mbi sipërfaqen e ndërgjegjes,
pastaj largohej sërish pa lënë gjurmë. Nuk kishte nevojë ta kapje, nuk kishte nevojë ta analizoje, thjesht lejoje të vinte dhe të shkonte, si pikat e shiut mbi xhamin e dritares. Mendimi i dytë ishte edhe më i lehtë. Ishte pothuajse si imazh, jo fjalë, jo logjik. Ishte ngjyrë, ishte formë, ishte ndjesi. Blu e errët e ujit, jeshile e pyllit, argjendi i hënës. Këto imazhe vinin ngadalë si rreth dhe ikeshin ngadalë, pa kërkuar asgjë, pa ofruar asgjë, thjesht duke kaluar nëpër ekranin e brendshëm të mendjes, si imazhet e filmit të heshtur. Dhe pastaj, mendja filloi të ekte rrugëve të veta, rrugë që nuk i kishte zgjedhur vetë, rrugë që ndiqnin logjikën e gjumit dhe jo logjikën e zgjimit. Kjo ishte zona e lirisë, zona ku mendimet nuk i nënshtroheshin rregullave, ku dy gjëra pa lidhje mund të ishin pranë njëra tjetrës dhe kjo kishte kuptimin e vet të mistershëm. Zona ku kujtesa dhe imagjinata bashkoheshin, ku e kaluara dhe e ardhmja bëheshin po aq të papërcaktuara sa ëndrat. Kjo ishte porta e gjumit, jo porta e madhe dhe e dukshme, por porta e fshehur, porta e vogël, nëpër të cilën mendja kalonte, pa e vënë re, duke e lënë vetdijen pas krahave si mantelinë e rëndë e cila nuk nevojitej brenda. Pak kilometra larg, mbi lumin e vogël që rrithte nëpër lugin, kishte urë guri të vjetër. Ura kishte qenë atje shumë kohë, aq shumë sa askush nuk mbante mend kur ishte ndërtuar. Kjo ishte porta e gjumit, jo porta e madhe dhe e dukshme, por porta e fshehur, porta e vogël, nëpër të cilën mendja kalonte pa e vënë re, duke e lënë vetdijen pas krahëve si mantelinë e rëndë e cila nuk nevojitej brenda. Pak kilometra larg, mbi lumin e vogël që rrithte nëpër lugin, kishte urë guri të vjetër. Ura kishte qenë atje shumë kohë, aq shumë sa askush nuk mbante mend kur ishte ndërtuar. Kjo ishte porta e gjumit, jo porta e madhe dhe e dukshme, por porta e fshehur, porta e vogël, nëpër të cilën mendja kalonte pa e vënë re, duke e lënë vetdijen pas krahëve si mantelinë e rëndë e cila nuk nevojitej brenda. Pak kilometra larg, mbi lumin e vogël që rrithte nëpër lugin, kishte urë guri të vjetër. Ura kishte qenë atje shumë kohë, aq shumë sa askush nuk mbante mend kur ishte ndërtuar. Gurët e saj ishin të lëmuar nga mira shuplaka dhe këmbë dhe vite shiu, dhe ngjyra e tyre kishte kaluar nëpër të gjitha nuancat e grisë, nga gri i qelët, i bërë nga dielli i verës, deri te gri i errët, i lagur nga shirat e vjeshtës. Tani, nën shiun e natës, ura ishte e shkëlqyeshme. Uji i shiut e kishte larë, kishte pastruar çdo pluhur dhe grimc. Kishte lënë gurët e saj të lashtë të ndriçonin nën hën me pastërtinë e tyre natyrale. Nën urë, lumi rrithte pak më i shpejt se zakonisht. Shiu e kishte furnizuar me ujë të ri dhe ai ecte në energji të re, duke kënduar këngën e tij të gëlqëruar nëpër gur dhe mes brigjeve. Tingulli i lumit nën urë ishte tingulli mrekullueshëm. Uji takonte gurët e mëdhenj dhe kthehej dhe krijonin valzimet e tyre lokale, gurgullima, shushurima, gjëmima e ulët. Pastaj, ecte pas gurit dhe qetësohej pak, derisa takonte gurin tjetër. A gjithë lumi ishte sekuencë e pandërprer takimesh me gur dhe qetësimesh midis tyre, si jeta vet, si frymëmarrja. Mbi urë nuk kalonte askush,
Nata kishte bërë rrugën të zbrazët dhe urën të vetme. Vetëm uji I shiut kalonte mbi gurët e saj, vetëm era kalonte në përhapësirat midis gurëve, vetëm drita e largët e hënës I vizitonte her pas here. Por ura nuk ishte trisht nga kjo, përkundrazi, kishte marrë qetësinë e saj gjatë natës, kishe gjetur prehjen që nuk mund ta gjente gjatë ditës me kalimin e njerëzve dhe kafshëve. Nën urë, midis gurëve të brigjeve, kishin ndërtuar folen e tyre disa zogjë të vegjël, por tani ata flisnin të mbledhur fort, të ngrohtë me ngrohtësinë e njëri tjetrit, me kokat e fshehura nën krah. Vetëm zemrat e tyre të vogla rrahin shpejt e papushim, vetëm gjaku I tyre I ngrohtë qarkullonte I palodhur. Vetëm zemrat e tyre të vogla rrahin shpejt e papushim, vetëm gjaku I tyre I ngrohtë qarkullonte I palodhur. Vetëm zemrat e tyre të vogla rrahin shpejt e papushim, vetëm gjaku I tyre I ngrohtë qarkullonte I palodhur. Nëse do të mund t'i dëgjoje, do të dëgjoje frymëmarrjen e tyre të rregullt dhe të qetë. Thith, nxjerr, thith, nxjerr, si muzika e gjumit të thellë. Pas pyllit, ku pemët tërhiqeshin dhe hapësira zgjerohej, shtrihej fusha e gjarë. Gruri apo bari I lartë, sipas tinës, ishte I mbuluar me ujin e shiut dhe luhateshin ngadalë si vale gjartë dhe e ngadalt nën erën e butë. Ishte si deti tjetër, deti I tokës, val pas vale pas vale, të gjitha në të njëjtin ritëm, të gjitha duke I nënshtruar erës dhe shiut me elegancën e thjeshtë. Kur shiu rënte mbi fush, tingullonte ndryshe nga shiu mbi çatin apo mbi ujin e liçenit. Mbi fush ishte I zbutur totalisht. Gjethet e barit dhe të grurit absorbonin goditjen e çdo pike dhe kthenin tingullin e saj në shushurima të butë dhe të shpërndar. Kur shiu rënte mbi fush, tingullonte ndryshe nga shiu mbi çatin apo mbi ujin e liçenit. Mbi fush ishte I zbutur totalisht. Gjethet e barit dhe të grurit absorbonin goditjen e çdo pike dhe kthenin tingullin e saj në shushurima të butë dhe të shpërndar. E gjithë fusha gjëmonte lehtë me zërin kolektiv të mira pikave mbi mira gjethe. Jo tingullin preht, por tingull si erë, I gjithanshëm, I shpërndar, I pa drejtim. Në mes të fushës kishte pemë të vetme, moll e vjetër apo dardh, e cila kishte rritur vetëm larg pemëve të tjera dhe kishte bërë krahët e saj të gjera si mburoj e vogël. Degët e saj ishin të mbushura me lagështi dhe tani shpërnin pikat e mbledhura çdo herë që era lëkunte. Rreth rrënjve të saj kishte barë të ngjeshur dhe tokë të butë nga vite fryte të rëna dhe kalbura. Ishte si bazë e vogël jetese, çdo stin sillte gjëra të reja rreth rrënjve të saj. Natën pemë vetme duke I siluet, formë zezë, mbi sfondin pak më të ndritur të qiellit me re. Por silueta e saj kishte bukurinë e vet, forma e degëve, mënyra si ato largoheshin nga trunku dhe copëtoheshin gjithnjë e moholl drejt majave. Gjethe të fshehura brenda errësirës, por të ndjeshme nga lëvizja e tyre e lehtë. The atmosphere should feel quiet, safe, and comforting, like someone softly guiding the listener into deep relaxing.
The voice should sound warm, gentle, and reassuring. There's very smooth pacing and long pauses between sentences. The atmosphere should feel quiet, safe, and comforting, like someone softly guiding the listener into deep relaxing. The tone must remain low, soothing, and steady throughout, with no sudden changes in volume or energy. Imagine a quiet nighttime environment. Speak as if the listener is already lying in bed, with their eyes closed. Each sentence should gently encourage relaxation, calm breathing, and letting go of the day. E gjis Pem ishte si poezi vizuale e heshtur, e nevojshme, pikërisht aq sa ishte, pa asgjë të tepërt. Dhe fusha rreth saj ishte e pafundme, dhe qetë, dhe lagur, dhe freskët, dhe gjallë nën shi, si gjithçka tjetër kësaj nate. Trupi kishte bërë diçka të qetë dhe të padukluar, kishte filluar të bëhej i rënd, jo me rëndesën e lodhjes dhe stresit, por me rëndesën e qetë dhe të kënaqshme të relaksimit të thellë. Ishte sikur guri bie ngadalë nëpër ujë të qetë, i ngadalt, i sigurt, i drejtuar nga poshtë. Krahët ishin tashmë të rënd. Nuk do të doje ti lëvizje, jo sepse nuk mund, por sepse nuk kishte asnjë arsye. Ato ishin pikërisht aty ku duheshin të ishin, mbi çarçafin e butë, nën jorgan. Çdo gram i tyre kishte gjetur vendin e vet dhe kishte vendosur të mbetet atje, i qetë dhe i rehatshëm, derisa drita e mëngjesit të vinte shumë larg. Këmbët ishin edhe më të rënda. Muskujt e kofshëve, muskujt e viçit, edhe gishtërindje këmbëve, të gjithë kishin lëshuar çdo grimc tensioni dhe ishin shtrirë plotësisht. Nëse do të fokusoheshe mbi to, do të ndihje ngrohtësinë e tyre nën çorapet e leshta, ngrohtësi të qetë dhe të vazhdueshme, si ngrohtësia e gurëve që kanë thithur diellin gjatë gjithë ditës dhe tani e lëshojnë ngadalë. Kurrizin e ndihje të mbështetur plotësisht nga dysheku. Çdo vertebër kishte gjetur mbështetjen e saj, si guri që ulet mbi guri, i stabilizuar dhe i sigurt. Kurrizit nuk i duhej të. The atmosfera should feel quiet, safe, and comforting, like someone softly guiding the listener into deep relaxation. The tone must remain low, soothing, and steady throughout, with no sudden changes in volume or energy. Imagine a quiet nighttime environment. Speak as if the listener is already lying in bed with their eyes closed. Each sentence should gently encourage relaxation, calm breathing, and letting go of the day. Punonte, nuk i duhej të mbante asgjë. Dysheku bënte gjithë punën. Kurrizit i mbetej vetëm të ishte. Qafën e ndihej të lirë. Muskujt e qafës, të cilët gjatë ditës mbajnë kokën të ngritur dhe të drejtuar dhe të gatshme, kishin lëshuar tashmë. Koka kishte rënë mbi jastëk me peshën e saj natyrale, të ndihmuar nga graviteti, të mirëpritur nga jastëku i butë. Jastëku kishte bërë formën e tij rreth okës
kishte përshtatur veten, kishte mbajtur, kishte mbrujtur. Dhe koka pushonte mbi të si hëna mbi ujin e qetë, e pasqyruar, e mbrojtur, e çliruar. Frymëmarrja kishte ngadalësuar. Ky ishte shenja e dytë, frymëmarrja e ngadalt. Gjiri ngrihej ngadal, pa prapo ulej ngadal. Midis frymës dhe frymës kishte pauzë, e shkurtër, e qetë, si pauzë midis notave muzikore, si heshtja midis fjalëve të rëndësishme. Çdo frymëmarrje sillte ajrin e natës, me erën e shiut dhe pyllit dhe lagështisë, dhe çdo nxjerrje dërgonte ngadal lodhjen dhe shqetësimet e mbetura. Rreth e shiut ishin të lëvizshme. Edhe pse shiu vazhdonte, rreth nuk qëndronin të palëvizura. Ato ecnin nëpër qiell me ritmin e tyre, të shtyr nga erat e larta atmosferike, të cilat nuk ndiheshin poshtë mbi tokë. Her pas here, kur dy re ndaheshin lehtë dhe krijonin hapësirë midis tyre, yjet shfaqeshin. Ishin yjet e natës, të plot, të ndritshëm, të larë nga pikët e shiut që kishin pastruar ajrin dhe e kishin bërë transparente si xhami. Ata shfaqeshin për sekonda dhe pastaj mbuloheshin sërish nga reja tjetër, por gjatë asaj kohe të shkurtër shkëlqenin me intensitetin e tyre të plot, si sytë e hapur të ndonjë qenie të hershme dhe të pafundme. Gjytjan të hershëm. Kjo ishte e vërteta e tyre. Ishin atje shumë para se të lindej çdo gjë mbi tokë. Ishin atje shumë para se malet të ngriheshin dhe liqenet të mbusheshin dhe pyjet të rriteshin. Drita e disa yjeve kishte udhëtuar miliona vite para se të arrinte syrin e njeriut. Kur ajo dritë kishte nisur udhëtimin e saj, planeti ynë nuk ekzistonte akoma. Dhe kjo mendim, në vend se të ishte i frikshëm, ishte thellësisht qetësues, sillte perspektivën e madhe, sillte ndjenjën e vogëlsisë që çon drejt lirisë. Kur ndihesh shumë i vogël kundrejt universit, shqetësimet e vogla të ditës humbin proporcionin e tyre. Lista e punëve të nesërmes, biseda e vështirë, vendimi i pasgjidhur, të gjitha këto nën qiellin e yjeve bëheshin aq të vogla sa nuk meritohej as lodhja e mendimit. Gjithçka do të zgjidhej. Gjithçka do të kalonte. Gjithçka ishte e vogël kundrejt qiellit të yjeve. Dhe ndërkohë që ky mendim qarkullonte ngadalë në përmendjen gjysmë të fjetur, papritur ndihej lehtësi. Një lehtësi e madhe dhe e plot, si kur lëshon ngarkesën që ke mbajtur me orë pa e kuptuar. Supet binin pak, gjoksi hapej pak, nefsi thellohej pak, dhe gjumi bëhej pak më afër. Ora e mesnatës kishte kaluar me shumë qetësi. Nuk kishte shenjë, nuk kishte alarm, koha kishte kaluar si uji, pa u ndjerë. Bota kishte arritur thellësinë e saj maksimale të qetësisë, atë pikë ku nata është plotësisht e saj, ku nuk ka mbetur asgjë nga dita dhe nuk ka nisur akoma asgjë nga mëngjesi. Kjo ishte ora e mistit, ora kur disa popuj besojnë se kufiri midis botëve është i hollë, jo nga frika, por nga e vërteta poetike se nata e thellë ka natyrën e saj të veçantë. Ora e mistitit. Çdo gjë dukej pak më e ëndruar, pak më e lirë nga rregullat e ditës, pak më e hapur ndaj mundësive të padukshme.
Shiu kishte ndryshuar pak ritmin e tij. Tani ishte pak më i ngadalt, jo sepse po ndalonte, por sepse qielli po lehtësohej ngadal. Pikat ishin po aq të pranishme, por midis tyre kishte pak më shumë heshtje. Si muzikanti shkaft që di kur të hesht, heshtjet janë po aq të rëndësishme sa notat. Dhe në atë heshtje, midis pikave, mund të dëgjoje gjëra të tjera. Tingullin e gjethes që rrotullohej mbi rrugë të lagur. Tingullin e ujit duke rrjedhur nëpër kanalizimin e rrugës. Tingullin e degës, të cilën era her pas here e lëkunte pak, duke bërë krisma të vogla dhe të butë. Gjuha e natës ishte e pasur dhe shumë stresore për ata që dinin të dëgjonin, dhe dëgjimi i vërtet nuk kërkonte vëmendje, kërkonte vetëm qetësi. Në përpyll, kafshët flinin. Lepuri kishte gjetur folen e tij nën rrënjët e trasha të ahut. Aty ku toka ishte e thatë dhe ngrohtë nga ngrohtësia e kalbur e gjethjeve të vjetra. Ishte mbledhur fort, me këmbët e pasme nën bark dhe me veshët e gjatë të ulur mbi shpinë, duke bërë trupin e tij sa më të vogël dhe sa më të ngrohtë. Frymarrja e tij ishte e shpejtë si gjithmonë. Zemra e lepurit rrahte shpejt edhe gjatë gjumit, por trupi ishte i qetë dhe i çliruar. Ketrat kishin fshehur veten në përfoluvat e tyre të bëra me gjethe dhe lesh, atë gjë të mahnitshme që bëjnë ketrat, ndërtojnë shtratin e tyre me kaq kujdes dhe art, duke shpërndar materialin ashtu që ngrohtësia të mbetet brenda dhe lagështia të mbetet jashtë. Brenda foleve të tyre, nata me shi ishte abstrakte. Ata ndjenin vetëm ngrohtësinë. Sokoli, i vendosur lart mbi degën e trashe të lisit të vjetër, flinte me njërën sy gjysmë të hapur. Instinkti i vjetër i mbrojtjes që nuk harrohet kurrë, edhe gjatë gjumit. Por trupi i tij ishte i çliruar dhe i mbështetur nga dega, dhe pendët e tij të dendura mbanin ngrohtësinë e gjithë natë. Roja e tij, gjysmë e zgjuar, nuk ishte stres, ishte natyrë, ishte ecuria e vjetër e mbijetesës. Derri i egër kishte gjetur vendin e tij nën ferrat e bendura, ai vend ku njeriu nuk mund të hynte lehtë, por ai kishte rrugën e tij të njohur. Ishte shtrirë me bashkësinë e tij, me trupat e tyre të afërt njëri tjetrit, duke ndarë ngrohtësinë mes tyre. Nën ferrën mbi ta, shiu nuk arrinte, ishte hapësira e tyre e mbrojtur, e tyre dhe askujt tjetër. Gjithandej, jeta e pyllit po flinte, dhe gjumi i pyllit nuk ishte gjumi vdekur, ishte gjumi gjallë, i mbushur me frymëmarrje dhe ngrohtësi dhe pulsin e padukshëm të ekzistencës. Edhe gjatë gjumit, trupi punon, zemra rrah, gjaku rrjedh, qelizat ripërtërihen, ëndrat enden. Gjumi nuk ishte ndales, ishte transformim. Era kishte mënyrën e saj të veçantë të ngjalljes së kujtimeve. Ky ishte diçka primitiv dhe i lashtë. Lidhja midis nuhatjes dhe kujtesës ishte më e drejtë për drejtë se çdo lidhje tjetër shqisore. Erën e shiut dhe tokës dërgonte direkt drejt kujtimit të hershme, fëmijëria, sprekshmëria e parë, mëngjeset e ndezura me aromën e kafes dhe dritën e dimrit, ditët kur shiu ishte lojë dhe jo pengim. Edhe gjatë gjumit, trupi punon, zemra rrah, gjaku rrjedh, qelizat ripërtërihen, ëndrat enden.
Gjumi nuk ishte ndales, ishte transformim. Era kishte mënyrën e saj të veçantë të ngjalljes së kujtimeve. Ky ishte diçka primitiv dhe i lashtë. Lidhja midis nuhatjes dhe kujtesës ishte më e drejtë për drejtë se çdo lidhje tjetër shqisore. Erën e shiut dhe tokës dërgonte direkt drejt kujtimit të hershme, fëmijëria, sprekshmëria e parë, mëngjeset e ndezura me aromën e kafes dhe dritën e dimrit, ditët kur shiu ishte lojë dhe jo pengim. Kujtimi i shiut të fëmijërisë. Të dalësh jashtë pa ombrell, të ndjesh pikat e para mbi fytyrë dhe të qeshësh, të vraposh nëpër rrugë me pudhet e ujit duke u spërkaur gjithandej. Kënaqësia e lagjes së plot para se nëna të thërriste nga dritare, e ngrohtë dhe e sigurt brenda. Pastaj të hyje brenda me rrobat e lagura, të ndihej kontrastin mes lagështisë së jashtme dhe ngrohtësisë së shtëpisë. Të arrije shtëpinë dhe shtëpia të rrethonte. Kjo ndjesi nuk kishte humbur, kishte mbetur, e mvarur diku thellë, e mbrojtur nga harresa, gati të ringjallej sa herë era e shiut e gjente. Dhe tani, në këtë natë, era e shiut e kishte gjetur sërish, dhe me të kishe sjell edhe ngrohtësinë e asaj kohe, ngrohtësinë primitive dhe të sigurt të fëmijërisë, kur bota ishte e thjeshtë dhe shiu ishte vetëm shiu, dhe shtëpia ishte gjithmonë atje. Kjo ngrohtësi e kujtimit u shtua mbi ngrohtësinë e jorganit dhe dyshekut. Shtresa mbi shtresë, ngrohtësia fizike, ngrohtësia e kujtimit, ngrohtësia e natës qetë me shi. Ishte shumë. Ishte pikërisht mjaftueshëm. Vëmendja u kthye drejt frymëmarrjes. Jo sepse duhej të kthehej, por sepse frymëmarrja ishte aty, gjithmonë aty, si ankor i heshtur dhe i besnik. Çdo frymëmarrje ishte udhëtim i shkurtër. Ajri hynte, mushkërit zgjeroheshin, pastaj ngushtoheshin sërish dhe ajri dilte. Dhe mes futjes dhe nxjerrjes kishte ajo pauzë e vogël, e ëmbël, e pafundme për sekondën e saj të shkurtër, ku trupi ishte plotësisht i plot, si det midis dallgësh. Thith ngadalë. Ndje si ajri i freskët dhe i lagur i natës plotëson gjoksin, si balon e butë. Ndje si mushkërit zgjerojnë pak nga pak, jo me forcë, por me lehtësi natyrore. Ndje peshën e trupit mbi dyshek, e cila rritet pak, ndërkohë që frymëmarrja e plotson hapësirën, pastaj nxjerr, ngadalë, pa nxitim, si uji i cili rrjedh nga kupa e mbushur tepër, i natyrshëm, i pashmangshëm, i qetë. Dhe ndërkohë që nxirre, le të shkonte edhe diçka tjetër, tensioni i muskujve që nuk e kishe vënë re, mendimi mbetur, pa e ditur, shqetësimi i vogël i fshehur midis brinjëve, gjithçka dilte me ajrin. Pastaj pauzë, sekonda e heshtjes. Bota ndalonte për atë sekond, shiu vazhdonte, zemra vazhdonte, por ti ishte në pauzë, në atë pikë midis lëvizjeve ku koha nuk ka drejtim. Dhe pastaj sërish, thith, cikli vazhdonte, po si cikli shiut, uji ngrihet, uji bie, uji ngrihet, po si cikli i gjumit, zgjim, gjum, zgjim, po si cikli i çdo gjëje natyrore, lëvizje dhe pushim, lëvizje dhe pushim. Ora e vogël, ajo me pend,
Vazhdonte tik-takun e saj të qetë dhe të palëkundur. Tik-tak, tik-tak, si zemra shtëpis. Tik-tak, tik-tak, si kujtesa se koha kalonte, por pa urgjen, pa alarm. Çdo tik ishte çast i tashëm, pikërisht ky moment, pikërisht kjo frymarrje, pikërisht ky tingull shiu. Çdo tak ishte çast tjetër, i ri, i freskët, i ndryshëm vetëm pak nga e mëparshmi dhe pikërisht aq pak sa duhej. Midis tik dhe tak ishte gjithë ekzistenca, i plot, i mjaftueshëm, i bukur. Dikush kishte thënë se gjumi është ura midis diteve. Kjo ishte e vërteta poetike. Gjumi ishte transporti nga ky ditë drejt ditës tjetër, nga ky vedije drejt vedijes tjetër. Dhe sikur çdo urë kishte nevojë për mirëbesim, duhej të besoje se do ta kaloje dhe do të arrije anën tjetër. Besimi i thjesht se syt do të mbylleshin mëngjesin e ardhshëm, se bota do të ishte atje, se gjithçka do të vazhdonte. Dhe ky besim ishte i lehtë. Nuk kërkonte përpjekje. Ishte si frymarrja, thjesht e lije të ndodh dhe ndodh. Çatia mbante shiun me durim. Çdo pikë e goditur, çdo rrjedh uji e drejtuar drejt kanaleve, çdo rrapëllim e butë e besueshme, çatia bënte punën e saj me besnikëri të plot. Nuk ankohej, nuk ndryshonte, nuk shmangej. Ishte atje, midis botës së jashtme dhe ngrohtësisë së brendshme, duke mbajtur kufirin e sigurt. Nën çatin, shtëpia ishte tërësisht e mbrojtur. Çdo dhomë, çdo cep, çdo gjë brenda kishte mbrojtjen e çatisë mbi të. Ishte si guaska e kërmillit, e fortë jashtë, e butë brenda, e formuar pikërisht për atë që mbron. Dhe brenda kësaj guaske, trupi i shtrirë mbi shtrat ishte edhe një shtresë tjetër, jorgani mbi të, dysheu nën të, dhomë rreth vetes, shtresa pas shtrese, mbrojtjeje dhe ngrohtësie. Dhe ky besim ishte i lehtë. Nuk kërkonte përpjekje. Ishte si frymarrja, thjesht e lije të ndodh dhe ndodh. Çatia mbante shiun me durim. Çdo pikë e goditur, çdo rrjedh uji e drejtuar drejt kanaleve, çdo rrapëllim e butë e besueshme, çatia bënte punën e saj me besnikëri të plot. Nuk ankohej, nuk ndryshonte, nuk shmangej. Ishte atje, midis botës së jashtme dhe ngrohtësisë së brendshme, duke mbajtur kufirin e sigurt. Nën çatin, shtëpia ishte tërësisht e mbrojtur. Çdo dhomë, çdo cep, çdo gjë brenda kishte mbrojtjen e çatisë mbi të. Ishte si guaska e kërmillit, e fortë jashtë, e butë brenda, e formuar pikërisht për atë që mbron. Dhe brenda kësaj guaske, trupi i shtrirë mbi shtrat ishte edhe një shtresë tjetër, jorgani mbi të, dysheku nën të, dhoma rreth vetes, shtresa pas shtrese, mbrojtjeje dhe ngrohtësie. Dhe ky besim ishte i lehtë. Nuk kërkonte përpjekje. Ishte si frymarrja, thjesht e lije të ndodh dhe ndodh. Çatia mbante shiun me durim. Çdo pikë e goditur, çdo rrjedh uji e drejtuar drejt kanaleve, çdo rrapëllim e butë e besueshme, çatia bënte punën e saj me besnikëri të plot. Nuk ankohej, nuk ndryshonte, nuk shmangej. Ishte atje,
midis botës së jashtme dhe ngrohtësisë së brendshme, duke mbajtur kufirin e sigurt. Nën qatin, shtëpia ishte tërësisht e mbrojtur. Çdo dhomë, çdo cep, çdo gjë brenda kishte mbrojtjen e qatisë mbi të. Ishte si guaska e kërmillit, e fortë jashtë, e butë brenda, e formuar pikërisht për atë që mbron. Dhe brenda kësaj guaske, trupi i shtrirë mbi shtrat ishte edhe një shtresë tjetër. Jorgani mbi të, dysheku nën të, dhoma rreth vetes, shtresa pas shtresa, mbrojtjeje dhe ngrohtësie. Dhe ky besim ishte i lehtë. Nuk kërkonte përpjekje. Ishte si frymarrja, thjesht e lije të ndodh dhe ndodh. Qatia mbante shiun me durim. Çdo pikë e goditur, çdo rrjedh uji e drejtuar drejt kanaleve, çdo rrapëllim e butë e besueshme, qatia bënte punën e saj me besnikëri të plotë. Nuk ankohej, nuk ndryshonte, nuk shmangej. Ishte atje, midis botës së jashtme dhe ngrohtësisë së brendshme, duke mbajtur kufirin e sigurt. Nën qatin, shtëpia ishte tërësisht e mbrojtur. Çdo dhomë, çdo cep, çdo gjë brenda kishte mbrojtjen e qatisë mbi të. Ishte si guaska e kërmillit, e fortë jashtë, e butë brenda, e formuar pikërisht për atë që mbron. Dhe brenda kësaj guaske, trupi i shtrirë mbi shtrat ishte edhe një shtresë tjetër. Jorgani mbi të, dysheku nën të, dhoma rreth vetes, shtresa pas shtrese, mbrojtjeje dhe ngrohtësie. Kur shiu goditur qatin me intensitet pak të shtuar, her pas here, kur era sillte val shiut, tingulli ndryshonte. Bëhej pak më i lartë, pak më i mbushur, si aplauz i shkurtër. Pastaj zbutej sërish në ritmin e vet të zakonshëm. Këto ndryshime të vogla ritmi, shtim, zbutje, shtim, zbutje, krijonin pa parashikueshmërinë e natyrës, i cila ishte shumë më e rehatshme se ritmi mekanik i çdo mashine, sepse natyrë kishte shpirt, edhe shiu kishte shpirt. Në lumin e vogël, thellë në fund, ishte guri. Guri i rrëmbullakët dhe i lëmuar gri. Ai gur që kishte marrë formën e tij nga vite e vite qarkullimi i ujit dhe fërkimit me gur të tjerë, derisa kishte arritur formën e tij të plotë. Nuk kishte cep të mprehtë, nuk kishte sipërfaqe të ashpër, vetëm linjat e buta të objektit të formuar nga durimi i madh i kohës. Ugji i lumit rrithte mbi të, pa e vënë re. Ugji nuk kishte kohë të vinte re gurët individual. Ishte shumë i zënë me rrjedhën e tij. Por guri e ndjente ujin, e ndjente ftohtësinë e tij, lëvizjen e tij, shtytjen e lehtë, dhe ai qëndronte, i palëvizur, i durueshëm, duke lënë ujin të kalonte mbi të dhe nëpër të dhe rreth tij. Kjo ishte mençuria e gurit, të leje gjërat të kalojnë, të mos mundohesh t'i ndalosh, t'i kthesh, t'i ndryshosh, t'i leje të kalojnë si ujë, dhe të mbetesh i qetë dhe i formuar, pikërisht ashtu si je. Dhe mendja gjatë gjumit bëhej si guri, e lëmuar, e qetë, duke lënë ëndrat dhe mendimet të kalonin mbi të si ujë, pa u kapur pas tyre, pa u shqetësuar nga ata. Gjithçka kalonte, gjithçka vinte dhe shkonte, dhe mendja qëndronte, e thellë dhe e qetë, si guri në fund të lumit. Nata kishte ngjyrat e veta. Nuk ishin ngjyrat e ditës, jo e kuqja, e ngrohtë e perëndimit,
jo bluja e ndritshme e qiellit të mesditës, jo e gjelbra e shndritshme e pyllit në ndjell. Ishin ngjyra të tjera, ma të errëta, ma të thella, ma enigmatike. Blu e errët e qiellit, jo e zezë, por blu. Blu e thellë si oqeani pa fund. Kjo ngjyrë nuk ishte bosh, ishte mbushur me shtresa, me thellësi, me praninë e pafundësisë. Shikoje gjatë dhe fillonte të shihje strukturën e saj, nuancat brenda saj, ndryshimet e qastit ndërkohë që ret kalonin, dhe hëna ndriçonte her pas here. Argjendi i hënës mbi gjethet e lagura, dritë e pastër dhe rece, e bukur pikërisht sepse ishte e reflektuar dhe jo direkte. Hëna nuk ndriçonte si dielli, ndriçonte sipas qyra e diellit, me butësinë dhe misterin e refleksionit. Dhe kjo dritë e reflektuar kishte cilësinë e ëndrave, e pranishme, por jo e fortë, e dukshme, por jo e vjellshme. Jeshilja e errët e pyllit, ngjyrë që gjatë ditës ishte e gjelbër e ndezur, por tani kishte marrë thellësinë e natës dhe ishte bërë jeshile e zezë, si velur i ndriçuar lehtë. Brenda kësaj ngjyre fshiheshin pemët, fshiheshin kafshët, fshihej gjithë jeta e pyllit që pushonte. Dhe grija e butë e shiut, jo grije rënd, por grije lehtë si mjegull, si ngjyra e hirit të ftohur. Shiu, kur shikonin atë si trup dhe jo si pika individuale, kishte ngjyrën e tij, transparente dhe gri njëkohësisht, si perde e hollë midis tokës dhe qiellit. Të gjitha këto ngjyra ishin të pranishme edhe me sytë e mbyllur, jo si imazhe vizuale, por si ndjesi. Errësia pas qerpikëve të mbyllur nuk ishte bosh errësirë, ishte errësia e gjallë e natës, me të gjitha ngjyrat e saj të fshehura brenda. Mendimet po ndiqnin njëri tjetrin marrall tani. Midis tyre kishte hapësirat e tyre, si midis pikave të shiut kur shiu ngadalson. Kishte hapësirat ku s'ka asgjë, vetëm heshtje dhe ajër dhe qetësi. Mendim, pastaj heshtje. Mendim tjetër, pastaj heshtje më e gjatë, pastaj mendim i lagët, i paqartë, i ngjashëm më shumë me imazh se me fjalë, pastaj heshtje e gjatë sa fillonte të jetë gjumë. Ky ritëm i ndërprerjes graduale ishte valzimi i fundit para se uji të qetësohet plotësisht. Siç ka deti valzimet e veta kur era pushon, vala e parë e madhe, pastaj më e vogël, pastaj edhe më e vogël, derisa sipërfaqja bëhet pasqyrë. Kështu edhe mendja kishte valzimet e saj të fundit para gjumit. Mendimi i madh, pastaj më i vogël, pastaj gjyrmë mendimi, pastaj pasqyrë. Gjatë kësaj kohe, shiu ishte bëri muzika e sfondit, i pranishëm gjithmonë, i besnik, i vazhdueshëm. Nuk ndryshonte, nuk u lodh, nuk u ankua. Ai do të vazhdonte shumë kohë pas e gjumi kishte ardhur plotësisht, do të vazhdonte gjatë gjithë natës, do t'i shoqëronte ëndrat, do t'ishte prezent edhe kur vedia kishte larë dorë nga e gjithë puna e saj. Toka po flinte, e gjithë toka, jo vetëm ky cep i saj, i gjithë planeti, ishte duke u rrotulluar ngadalë, larg diellit, kthyer drejt natës dhe gjumit dhe rigjenerimit.
gjysma e botës ishte në dritë, gjysma tjetër nën errësirë, dhe gjysma nën errësirë flinte, çdo pjesë me orarin e vet, me gjumin e vet, me ëndrat e veta. Nëse do ta shihje planetin nga lart, nga larg, nga hapësira e qetë midis yjeve, do ta shihje si top blu jeshil i rrotulluar ngadalë. Anën e natës e shihje si errësirë të mbuluar me yje, të mbuluar me yje të vegjël, dritate nga qytetet dhe fshatrat. Anën e ditës e shihje si ndriçim të bardhë dhe të verdhë nga dielli. Dhe midis tyre, vija e holle e agimit dhe e perëndimit, e cila lëvizte pandershëm, duke sjell mëngjesin diku dhe natën diku tjetër. Ky rrotullim i madh dhe i heshtur ishte ritmi më i lashtë i të gjithëve, më i vjetër se çdo këngë, më i vjetër se çdo gjë e mbajtur mend. Dhe trupi i njeriut ishte i lidhur me të, ritmit cirkadian, të cilin shkencëtarët e quajnë ashtu, por të cilin njeriu e ka ndjerë gjithmonë pa pasur nevojë për emër. Trupi dinte, donte kur ishte ditë, donte gjumë kur ishte natë. Ishte lidhja primitive dhe paprishur me planetin. Dhe tani, trupi ishte duke ndjekur atë ritëm, duke ju dorëzuar natës, duke pranuar gjumin, duke lënë veten të tërhiqej drejt pushimit të thellë, ashtu si toka tërhiqej drejt errësirës me rrotullimin e saj. Shiu kishte filluar të ngadalsohej, jo papritur, asgjë natyrore nuk ndodh papritur kur natyra nuk e dëshiron. Ishte ngadalsi graduale, siç ngadalsohet muzikanti i madh para se ta çojë këngën drejt fundit, me vetdije dhe me artë dhe me ndjenjë të thellë të momentit. Pikat ishin ende të pranishme, por midis tyre kishte pak më shumë heshtje. Shushurima mbi çatin kishte zbutur intensitetin e saj. Ishte ende e dëgjueshme, ishte ende e ndjerë, por kishte lëshuar pak nga dendësia e saj. Si baterist që ul gradualisht intensitetin, duke lënë tingullin të zbres ngadalë drejt heshtjes. Kur shiu ngadalshon natën, bota dëgjohet ndryshe. Tingujt e tjerë, të mbuluar deri tani nga shushurima e dendur, fillojnë të dalin. Gurgullima e kanalit, zilja e vogël e ujit në kanalizim, tingulli i lagësht i pemës kur era e prek. Këto tinguj të zbuluar kishin cilësinë e tyre, më të rrallë, më të veçantë, më të çmueshëm pikërisht, sepse nuk ishin gjithmonë të dëgjueshëm. Dhe midis atyre tingujve, herë pas here, kishte sekonda të plota heshtje. Sekonda kur asnjë pik nuk binte, kur era nuk frinte, kur asgjë nuk lëvizte dhe bota mbahi frymën. Ato sekonda ishin si argjend i pastër, të rralla, të çmueshme, të paharrueshme, edhe gjatë gjumit. The atmosphere should feel quiet, safe and comforting, like someone softly guiding the listener into deep relaxation. The voice should sound warm, gentle, and reassuring. Very smooth pacing and long pauses between sentences. The atmosphere should feel quiet, safe, and comforting, like someone softly guiding the listener into deep relaxation. The tone must remain low, soothing, and steady throughout, with no sudden changes in volume or energy. Imagine a quiet nighttime environment.
Speak as if the listener is already lying in bed with their eyes closed. Each sentence should gently encourage relaxation, calm breathing, and letting go of the day. Brenda atyre sekondave heshtjeje, dëgjohej frymëmarrja e vet trupit, e thellë, e rregullt, e ngadalt, si tingulli më i lashtë dhe më i sigurt i botës. Mendja ishte gati. Kjo ishte e dukshme, jo nga shenjat e jashtme, por nga ndjesia e brendshme. Ishte si dera e madhe druri që qëndron e hapur me mirësinë e vet, jo me forcë. Gjumi e kishte hapur atë derë ngadalë gjatë orës së fundit, duke hequr drynin e vëmendjes, duke larguar shtrëngimin e mendjes aktive, duke ftuar me butësi. Nga ana tjetër e asaj dere ishin ëndrat. Çfarë ishin ëndrat? Askush nuk e dinte me siguri. Ishte misteri mbetur i papërgjigjur, pavarësisht gjithë shkencës dhe gjithë filozofisë. Por ato ishin diçka. Ishin realiteti llojit të vet. Jo si realiteti i ditës, jo si imagjinata e vetëdijshme, por diçka midis dhe përtej të dyjave. Ishin gjuha e psikës, kur mendje lirohej nga rregullat e realitetit. Ëndrat sonte do të ishin të qeta. Shiu dhe nata dhe qetësia e asaj ore do të shkonin me të drejtë gjumit. Do të hynin me të prapa asaj dere dhe do të ngjyrosnin ëndrat me ngjyrat e tyre. Ëndrohej shi mbi pyll, ujë mbi gur, hën mbi liqen, ngrohtësi nën jorgan. Ëndrat do të ishin butë si ajri i natës, të freskëta si era e shiut, të qeta si toka e lagur. Ëndrat do të ishin butë si ajri i natës, të freskëta si era e shiut, të qeta si toka e lagur. Dhe nëse ndonjë ëndër do të kishte turbullim, sepse mendja her pas here ndiq rrugët e veta të paparashikueshme, tingulli i shiut do të ishte atje. I dëgjueshëm edhe gjatë gjumit të thellë, i pranishëm si ankor, si kujtesë se bota ishte e sigurt dhe e qetë dhe e mirë. Dhe ëndra do të kthehej drejt qetësisë. Era e fundit para gjumit erdhi si gjithmonë, e butë dhe e lehtë, duke hyrë nëpër dritaren e çelur pak dhe duke kaluar nëpër dhomë si mysafiri mirësjellshëm që nuk mbetet shumë. Solli erën e shiut, petriqor të freskët dhe tokës, dhe gjethjeve dhe pyllit. Kjo erë prek left faqen, freskia e saj që si dora e butë e dikujt të dashur, e vendosur me kujdes dhe dashuri. Bëri dëshirë të mbyllësh syt edhe më fort, të fundosësh edhe më thellë në jorganin e ngrohtë, të le çdo gjë tjetër të shkojë. Dhe kështu ndodhi. Syt u mbyllën, jo me vendosmëri, por me lehtësi. Nuk kishte nevojë të mbaheshin hakur. Nuk ishte asgjë për të parë që nuk mund të dukej edhe me sytë e mbyllur. Shiu dëgjohej, ngrohtësia ndihej, era ndihej, dhe e gjithë bota ishte e pranishme edhe pa shikim. Errësira pas qerpikeve të mbyllur ishte e ngrohtë dhe e butë. Jo terrori i errësirës absolute, por qetësia e errësirës të preferuar, errësira e shtratit, errësira e jorganit, errësira e natës kur e zgjedh vet.
errësira e gjumit. Zhytja filloi. Ishte e ngadalt dhe e qetë dhe e bukur, si zbritja ngadalt drejt fundit të detit të qetë, pa presion, pa frikë, vetëm thellim gradual. Sipërfaqja, vetëdia, largohej nga gal drejt lart, ndërkohë që thellësia po afrohej poshtë. Mendjet e fundit ishin si copza, jo të plota, jo logjike. Imazh i pyllit, tingulli i pikës mbi xham, ngjyra jeshile e myshkut, frymëmarrja, shiu, ngrohtësia, dhe pastaj as edhe ato, vetëm rrjedhja e qetë drejt gjumit, si lumi drejt detit, i pashmangshëm dhe i bukur. Trupi ishte bërë i rëndë si gur, guri i rumbullakët dhe i lëmuar i lumit, i vendosur mirë dhe i sigurt. Nuk kishte tension, nuk kishte lëvizje. Zemra rrahte qetë dhe rregullisht, shumë poshtë e sigurt. Mushkërit punonin ngadalë dhe me lehtësi. Gjaku qarkullonte nëpër çdo enë të hollë dhe të padukshme, duke çuar ngrohtësi dhe jetë dhe rigjenerim në çdo qelizë. Trupi po bënte punën e tij të natës, punën e heshtur dhe e mrekullueshme të riparimit, të rindërtimit, të ripërtëritjes. Çdo qelizë po rifreskohej, çdo muskull po çlirohej plotësisht, çdo mendim i ditës po arkivohej me kujdes, diku thellë, gati të gjendet nesër kur do të nevojitej sërish. Trupi po bënte punën e tij të natës, punën e heshtur dhe e mrekullueshme të riparimit, të rindërtimit, të ripërtëritjes. Çdo qelizë po rifreskohej, çdo muskull po çlirohej plotësisht, çdo mendim i ditës po arkivohej me kujdes diku thellë, gati të gjendet nesër kur do të nevojitej sërish. Dhe shiu vazhdonte mbi çatin, i pranishëm dhe i besnik dhe i qetë, i pandryshuar nga nata e gjatë. Ai do të vazhdonte gjatë gjithë gjumit, si muzikë e pandërprer e kompozuar nga vetë natyra, muzikë që nuk ka nevojë për dëgjues, por që bëhet më e bukur kur dëgjohet. Gjumi erdhi plotësisht dhe me butësinë e madhe. Erdhi si mëngjesi, ngadalë, pa shpallje, pa zhurmë. Erdhi si pranvera, nuk di kur saktësisht ka ardhur, e di vetëm se është këtu. Erdhi si uji i shiut mbi tokën e etshme, i pranueshëm, i dëshiruar, i nevojshëm. Vetëdia, ajo gjë e çuditshme dhe e çmuar dhe e lodhshme, kishte lëshuar regjistrimin e saj të vazhdueshëm. Nuk mbante më shënim, nuk vëzhgonte më, nuk analizonte më. Ishte çliruar nga detyra e saj e ditës dhe kishte lëshuar dorë me falënderim. Dhe brenda asaj çlirimi, brenda gjumit të thellë, ishte paqja e vërtet. Jo paqja që kërkohet dhe shpesh nuk gjendet. Jo paqja e rrethanave perfekte, por paqja primitive dhe e lashtë e trupit dhe mendjes në gjendje të natyrshme të tyre. Gjendja për të cilën janë ndërtuar. Gjendja ku ripërtërihen dhe rilindin çdo natë. Shiu mbi çatin vazhdonte. Sh, sh, sh. Si këndi i hershëm i nënës, si premtimi i heshtur i natës, si zëri i botës kur bota është e mirë. Pylli frymëmarrte jashtë, i ngadalt, i thellë, i plot. Hëna her pas here shikonte në përredha, e butë, e argjend, e largët dhe e afërt njëkohësisht. Toka mbante gjithçka.
pemët dhe liçenët dhe rrugët dhe shtëpitë dhe njerëzit që flisnin, me durimin e pafundëm të tokës, me dashurinë e heshtur të asaj që mban pa kërkuar asgjë. Dhe ti, i shtrirë, i ngrohtë, i mbuluar, i mbrojtur, ishe pjesë e të gjitha këtyre. Jo i ndarë nga pylli dhe shiu, dhe hëna dhe toka, por i lidhur me ta, i thurur brenda tyre, i njëjt me ta në gjën ma thelbësore, jeta, frymarrja, cikli, qetësia. Ishe ku duhej të ishe. Ishe kur duhej të ishe. Nuk kishte asgjë tjetër që duhej të bëje, asgjë tjetër që duhej të ishe, asgjë tjetër që duhej të kishe. Vetëm kjo ngrohtësi, vetëm ky shi, vetëm kjo natë e qetë dhe e pafundme, vetëm gjumi i thellë dhe i bukur, natën e mirë. Historia vazhdon të rjedh gjatë gjithë natës, ashtu si shiu mbi çatin, e qetë, e pandërprer, e pranishme, derisa drita e parë e agimit të vijë ngadalë mbi horizont dhe bota të fillojë sërish me freskësinë dhe qetësinë e mëngjesit të ri.